Bart Spahia është kryebashkiaku i Radhës që do të ulet në bankën e të pandehurve në një sallë gjyqi. Gjykata e posaçme pranoi të mërkurën të kalojë për gjykim çështjen penale, ku Spahia akuzohet për pengim të ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Në seancën paraprake, Spahia nuk bëri kërkesë për gjykim të shkurtuar, ndërsa mbajti qendrim mohues ndaj akuzës së ngritur nga SPAK. Kam pas udhërrëfyes vetëm zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e interesave të bashkëqytetarëve të mi të Shkodrës. SPAK pretendon se keni injoruar një vendim gjyqësor. Nuk është as pak e vërtet, edhe një herë sot patëm rastin ta shpjegojmë edhe nëpërmjet avokatëve. Kam zbatuar vetëm ligjin. Sipas ish kryebashkiakut, aktualisht kandidat në listat e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, kallëzimi ndaj tij ishte përgatitur në zyrat e Partisë Socialiste për ta përdorur politikisht në kohë fushate elektorale. Në dosjen e dërguar për gjykim, SPAK pretendon se Spahia, si drejtues i Bashkisë Shkodër, ka larguar nga puna administratorin e ujësjellës kanalizimeve, Mark Molla, në vitin 2022 dhe ka emëruar një tjetër person në ato pozicion. Molla ka bërë padi në gjykat, e cila ka pezulluar efektin e urdhrave të Spahis deri në shqyrtimin e çështjes në themel. Sipas SPAK, edhe pse ka pasur dieni për vendimin e gjykatës, Spahia ka vendosur sërish shkarkimin e Mollës, duke penguar kështu ekzekutimin e vendimit të gjykatës.